Parat evropiane që vendi duhet i marrë për përmbushjen e obligimeve nga agjenda reformuese do të shkojnë në buxhet, pas çka Ministria e Financave duhet i shpërndajë mjetet sipas resoreve. Ministria e Arsimit Vesna Janevska prej që një pjesë e tyre t'i takojë edhe sektorit të arsimit, sepse pikërisht përmes përmbushjes së reformave në ministri, kemi marrë më së shumti para nga plani i rritjes në rajon. Janevska thekson se nevojiten mjete për projekte të caktuara që duhet të sjellin mjete shtesë evropiane. Средствата кои ќе ги додели Европската унија за исполнување на чекорите од реформската агенда, дел од нив одат во буџетот на државата, а колку од тие средства ќе припаднат на МОН, ќе одлучи Министерката за финансии. Длабоко верувам дека ќе има разбирање, затоа што ние имаме дополнителни чекори кои треба да ги исполниме и за кои ни требаат средства за војднина повторно да можеме да добиеме средства од Европската унија. Nga LSDM reagojnë se kanë mbetur edhe 9 ditë deri në përmbushjen e të gjitha 10 pikave të agjendës reformuese, ndërsa se pushteti nuk po ndërmerr asgjë për t'i realizuar. 9 ditë deri në një tjetër premtim të papërmbushur, 9 ditë deri në një dëshmi të re se grupi i organizuar kriminal VMRO me qëllim po e bllokon të ardhmen europiane të Maqedonisë. Mickoski premtoi se deri në qershor do të përfundojë agjendën reformuese, nga 10 pika kyçe. Për 2 vite janë realizuar vetëm 2 pjesërisht. Tani, për disa ditë duhet të përfundoheshin 8. Kjo nuk është reformë. Kjo është gënjeshtër. Mickoski nuk i përmbush reformat sepse nuk dëshiron t'i përmbush. Maqedonia ka marrë 65.7 milionë euro nga Komisioni Evropian për reformat e zbatuara në vend. Pagesa është pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, përmes të cilit Bashkimi Evropian siguron mbështetje financiare për vendet kandidate në bazë të reformave të zbatuara.